Fjalën e ka profesoresh Enika Abazi mbi revolucionin e 68-s në Shqipëri, ideali njeriu të ri dhe procesi i transformimit ideologjik. Faleminderit profesoresh, fjala për ju. Po, por më besoj kur bëhen ta harrojmë në fund të ndërkohës. Jo, pa merak. Gjithë me raportioni se ne nuk largohemi. Kjo është një mënyrë për t'ju mbajtur që të dëgjoni të gjitha kontesat dhe diskutimet i ndërtoni duke u mbështetur në të gjitha trajtesat dhe mendimet që mua më duket janë shumë interesante duke lexuar programin. Në fakt, kjo është një temë shumë e rëndësishme që më duket pak studiohet në Shqipëri, ndoshta na koncernon të gjithëve, sepse është një studim që duhet bërë për atë periudhë të cilën kemi kaluar dhe shpesh herë sikundër dhe u tha dhe unë do ta them disa herë, është krijimi një njeriu të ri, krijimi një shoqërie të re. Dhe pikërisht ne tani duam që të ndryshojmë një shoqëri të transformuar, po pa kuptuar atë ku kemi kaluar dhe çfarë kemi kaluar, si ajo na ka ndikuar, nuk ishte thjesht një komet që i kaloi tangent tokës, po ishte diçka që u rit bashkë me ne, që na ndikoi dhe që u përbrëndësua në mënyrë të pakuptueshme nga të gjithë ne, sidomos për brezat e ri më vonë, sepse metodat, mënyrat, instrumentat që u përdorën ishin të tilla që në çdo hap të jetës tënde do të kishe pikërisht këto elemente, këto instrumente të cilat duhet të përpunonin mënyrën se si mendohet, si veprohet, si besohet, si jetohet, dhe pa e kuptuar bëheshe pjesë e tyre, pavarësisht se njerëzit mund edhe të kishin mënyrat të tjera të menduarit, të jetuarit apo dhe të besuarit, por që në kuadrin e revolucionit kulturor këto u futën në një kornizë i cili nuk lejonte që të lëvizeshte përtej asaj që si thua është e parashikuar në këtë proces të revolucionarizimit të jetës. Për të folur dhe sigurisht që do vazhdoj më tutje për të thënë gjërat më thelbësore dhe se si e kam trajtuar në procesin e krijimit të njeriu të ri, si një proces ideologjik dhe transformues i shoqërisë shqiptare, pasojat e të cilit në një mënyrë apo tjetër ndjehen edhe në ditët e sotme. Punimi faktikisht mbështetet në tre punime, ndosë unë jam e shkencave politike, më saktë marrëdhënieve ndërkombëtare. Çështja e transformimit të shkencave sociale më ka intriguar gjithmonë dhe në një mënyrë apo një tjetër, si thua, jam investuar pak do të thoja, më shumë do të doja që të investosha për të kuptuar çfarë ka ndodhur dhe si jemi ndikuar. Por kryesisht jam ndalur në tre momente kryesore që kanë të bëjnë me çështjet metodologjike në shkencat sociale, pasi dihet që metodologjia ka një ndikim të madh në mënyrën si shkencat sociale zhvillohen dhe do flas si thua në lidhje me këtë. Së bashku me Akademik Dojën kemi një punim të përbashkët që lidhet si thua me transformimet dhe ndikimet në kulturë, kryesisht me studimet folklorike dhe ato të kulturës popullore dhe gjithë procesi që u zhvillua gjatë periudhës së këtij revolucioni dhe më vonë, për ta përmbyllur me çështjet e fesë, sepse dhe kjo është një pjesë e rëndësishme e revolucionit kulturor. Dhe gjithë kjo ka precipituar në një punim që do mundohem ta prezantoj sot, që një përpjekje e mundimshme, sepse tre punime të mëdha të cilat janë mbi 20 faqe, duhet tani që të zgjedhësh disa gjëra të cilat ti paraqitesh për të për të pashtruar idetë që dua të mbroj në këtë punim. Do me thënë, në këtë punim mendoj që po kaloj dhe unë në lexim, se nëse filloj të flas sëmundje profesionale, po, kronometrosh më mirë, sëmundje profesionale, filloj të trajtoj gjëra të cilat mendoj që janë edhe këto të rëndësishme dhe shkëputem nga vëmendja kryesore.
Do me thënë, në këtë punim do mundohem të trajtoj ideologjinë e njeriu të ri gjatë revolucionit kulturor të 68 në Shqipëri, një projekt politik dhe ideologjik i ndërmarrë nga Partia e Punës në udhëheqjen e Hoxhës. Revolucioni 68 në Shqipëri nuk ishte thjesht një pasqyrim i lëvizjeve globale për më shumë drejtësi sociale dhe civile, emancipim të shoqërisë, luftë kundër kapitalizmit apo dhe kundër luftës në Vietnam, por dhe një projekt i kontrolluar si kundër dhe u tha, pati forma dhe manifestime nga më të ndryshmet, por një projekt i kontrolluar për të krijuar një shoqëri të re ku njeriu i ri ishte qëllimi, krijimi i njeriu të ri ishte qëllimi kryesor. Sigurisht që koncepti njeriu të ri ka rënë të thella në mendimin utopik dhe filozofinë e iluminizmit. Mendohet se fillon me Rousseau dhe idenë për njeriu e lirë dhe të vërtetshëm në një shoqëri të drejtë ku njeriu është një qytetar që ka përjetuar një transformim përmes kontratës sociale i cili përqafon virtytin qytetar, i jep përparësi vullnetit të përgjithshëm dhe merr pjesë aktive në formësimin e Republikës. Në kontekstin komunist, ky koncept përmbyset dhe liria individuale zëvendësohet me nështrimin e këtij individi ndaj kërkesave të komunitetit. Ky koncept në fakt është përdorur si një mjet i inxhinierisë sociale për të riprodhuar dhe kontrolluar individin në shoqëri. Është rëndësishme të kuptohet se ky proces nuk është vetëm një përpjekje ideologjike, por dhe një eksperiment sociokulturor që synon të transformojë natyrën njerëzore në thelb, në përputhje me parimet e socializmit, ku përvetësimi i habitusit të ri, duke përdorur një term të Bourdieu's, dhe tashmë do të thënë habitusi socialist, ndërtohet përmes edukimit, censurës dhe shpërblimit simbolik. Subjektet e habitusit përbrendësojnë idet dhe mënyrat e të qenit të dominuar shoqëror dhe kulturor, ndërkohë që vetë habitusi riprodhon vetveten dhe subjektet përmes institucioneve shoqërore, duke rigjallëruar gjithashtu kushtet shoqërore dhe kulturën që lidhin subjektet me njëra tjetrën. Në mënyrë të ngjashme, edhe Foucault do të interpretonte procesin e formimit të njerëzit si një formë të disiplinimit të trupit dhe mendjes përmes pushtetit, ku individët përbrendësojnë rregullat dhe normat si pjesë të vetvetes përmes një kontrolli të përbrendësuar, ose ndryshe thënë përmes disiplinimit dhe jo nëpërmes dhunës së drejtë për drejtë. Të gjithë këta kanë qenë mendimtar të cilët kanë ndikuar në një mënyrë apo një tjetër lëvizjen franceze të 68-ës. Ndryshe nga vendet të tjera të bllokut lindor, Shqipëria refuzoi të dyja në 68-ën revizionizmin sovjetik dhe dekadencën perëndimore, duke krijuar një model unik të autarkisë ideologjike. Fryma e Mao Zedongit, që sapo tha, slogani shkatroni 4 të vjetrat, dhe me këtë rast Mao Zedongi drejtohej të rinisë, u përshtat për të justifikuar spastrimet të institucioneve fetare dhe elitën intelektuale. Ky revolucion solli ndryshime të thella në strukturën sociale, kulturore dhe politike të vendit. Përmes analizës, sigurisht që ky punim mbështetet në analizën e dokumenteve historike, literaturën akademike dhe diskursin publik të kohës, të botuar në periodikët të ndryshëm, siç për shembull revista e famshme Rruga e Partisë, kam përshtypjen që dhe revista të tjera si Shqiptarja sot do sillen në punimet e mëvonshme, për të parë dhe të argumentuar se ky revolucion synonte formësimin e identitetit të ri kolektiv përmes kontrollit ndër të tjera të shkencës, kulturës dhe fesë. Dhe faktikisht unë jam dalur pikërisht te shkenca, kultura dhe feja, ka dhe shumë dimensione të tjera të cilat do të trajtohen në kumtesat e tjera. Pasojat e këtij projekti shtrihen përtej periudhës komuniste, duke ndikuar në psikologjinë dhe në vetdijen kolektive të shoqërisë shqiptare postkomuniste. Ndaj dhe mendoj që këto studime duhet të jenë në vëmendjen tonë për të kuptuar pikërisht se çfarë ka ndodhur më parë dhe se kush jemi ne sot. Ky punim fokusohet në 3 aspekte, si kundër e thash, në fushën e skenë, kulturë dhe fe. Këto 3 fushë janë thelbësore në mendimin tim për kuptimin e mënyrës se si ky proces ka ndikuar në zhvillimin dhe formatimin e shoqërisë shqiptare, duke sjellë ndryshime të rëndësishme në mënyrën e të menduarit, të jetuarit dhe të besuarit. Në vazhdim do të analizojmë këto detaje duke u fokusuar se si këto kanë ndikuar konkretisht. Do me thënë, në pjesën e parë mundohem që të trajtoj çështjen e inxhinierimit të mendimit.
Periudha e komunizmit në Shqipëri mbetet një epokë e veçantë për studimet shoqërore, e cila është karakterizuar nga ndikime ideologjike të forta dhe mohimi i një metodologjie të pavarur shkencore. Do të analizohen ndikimet e metodologjisë të përcaktuara nga ideologjia marksiste-leniniste në zhvillimin e shkencave sociale gjatë kësaj periudhe, duke u fiksuar në ndikimin e empiricizmit materialist, dogmatizmit ideologjik dhe qasjes së realizmit socialist. Pas u zgjatur sigurisht shumë në këto çështje, sepse dhe disa diskutime të tjera do t'i ndjekim me vëmendje. Më nga afër, pse kemi nevojë për një metodologji në studimet sociale, pasi duhet kuptuar kjo si pikë nisje. Realiteti social është tepër i komplikuar dhe kërkon përdorimin e metodave shkencore për një interpretim të saktë. Zgjedhja e metodës së duhur është thelbësore për gjenerimin e dijes shkencore dhe për përgjithësimin e saj. Për më tepër, studimi i realitetit social përmes metodologjisë shkencore ndihmon interpretimin, parashikimin dhe ndërhyrjen në fenomenet shoqërore, duke përcaktuar gjithashtu dhe kufit etik dhe politik të këtyre studimeve. Në fakt, si kanë ndikuar ideologjitë në metodologjitë shkencore? Dhe më konkretisht gjatë periudhës komuniste. Regjimi komunist propagandonte objektivizmin dhe realizmin si vlera kryesore, duke kthyer këto në mjete për legjitimimin e sistemit. Kjo sjellje shkaktoi një përdorim të gabuar të metodave empirike dhe deskriptiviste, të cilat u shndruan në vegla politike dhe ideologjike. Adaptimi i empiricizmit i shërbeu instalimit të dogmatizmit në shkencat sociale. Siç vënë duke Steve Smith, empiricizmi nuk është gjë tjetër veçse një qasje dogmatike ndaj realitetit, së cilës i mungon piknisja dhe metoda e duhur për verifikimin e hipotezave dhe për gënjeshtrimin e teorive. Pasi janë fakte që ne i shikojmë në realitet dhe nuk mund t'i përgënjeshtrosh. Riprodhimi ose rivlerësimi i empiricisë i së shkuarës u bën në optikën e ideologjisë marksiste dhe përmes metodologjisë së realizmit socialist, ku duhet të mbizotronte lufta e klasave, triumfi i heronjve të saj si pjesë e papërgënjeshtrueshme e realitetit socialist. Dhe kjo solli manipulimin, instrumentalizimin e dijes dhe manipulimin për shembull të historisë. Disa studime u përdorën për të krijuar pseudo-heronj apo për të reinterpretuar ngjarje historike në mënyrë që të përshtateshin me narrativën e regjimit komunist. Për shembull, figura të tilla historike si Axhi Qamili ose kryengritja e fshatarsisë së Shqipërisë së Mesme u përdorën për të ndërtuar narrativa të luftës së klasës, duke shmangur analizën kritike të kontekstit historik të tyre. Në të njëjtën kohë dhe për të njëjtat qëllime, studimet të tjera deklasoheshin, sepse ato ishin në kundërshtim me ideologjinë marksiste dhe me politikat e regjimit në fuqi. Siç ishte për shembull rasti i studimeve mbi letërsinë e Bejtegjinve, e cila konsideroheshte orientale dhe inkurajuese e veseve dhe zakoneve prapanike. Disa studime u përdorën për të krijuar gjithashtu pseudo-heronj të ri të rendit socialist, apo dhe për të interpretuar ngjarjet e asaj kohe. Sigurisht që në këtë kuadër ndodhe dhe instrumentalizimi i kulturës dhe historiografisë në fushën e letërsisë, arkeologjisë, letërsisë, u promovua dhe do flitet më gjerë këtu, u promovua një partikularizëm që shërbente legjitimizimin e socializmit dhe leadershipit të tij. Studimet e periudhës mbështeteshin kryesisht në inventarizimin e vlerave pozitive dhe në sipërfaqe të historiografisë së lavdishme, pa trajtim teorik apo dhe krahasues. Kjo kishte si rezultat izolimin e studimeve shqiptare dhe mungesën e dialogut ndërkombëtar, domethënë me studime të tjera në nivel ndërkombëtar për të njëjtat problematika, duke ndikuar në cilësinë dhe në thellësinë e këtyre punimeve shkencore. Në të njëjtën kohë vjet re dhe mungesa e disiplinave të posaçe dhe kufizimi si rezultat i kufizimit ideologjik, shkencat të tilla si sociologjia, shkencat politike, marrëdhëniet ndërkombëtare apo dhe antropologjia sociale konsideroheshin si shkenca borgjeze dhe faktikisht nevojame edhe sot mungesën e trashëgimisë së këtyre disiplinave, të cilat menjëherë mbas rënies së regjimit filluan dhe u instaluan në fakultetet tona, por ende ka nevojë të konsolidohen. Dhe si kundër e dim, ato që lënë të cilat ishin më të rëndësishme ishte filozofia marksiste-leniniste, e cila ishte detyruar për të gjithë
ata që studionin, që duke filluar që nga shkolla e mesme apo dhe në universitet, pavarësisht nga dega shoqërore, sociale, çfarë ishte, sepse kjo është një pjesë e rëndësishme e formimit ideologjik të brezit të ri dhe më vonë të gjithë masave punojse, apo dhe ekonomia politike e socializmit, sikundur unë kam mbaruar ekonomi gjatë periudhës së socializmit, ekonomi të planifikuar, bënim ekonomi politike të socializmit dhe ajo e kapitalizmit ishte thjesht për ta kritikuar, pa dhënë premisat bazë mbi të cilat mbështeteshin shpjegime. Sigurisht që në këtë këndvështrim këtu duhet të theksuar që marksizmi shkencor faktikisht ka ndikuar shumë në shkencat sociale, por ndikimi i saj ka qenë i kufizuar për shkak të metodologjisë së realizmit socialist dhe ideologjizimit të ngushtë të objektit të studimit. Pasi sikundër dhe jemi të ndërgjegjshëm, marksizmi shkencor ka ofruar një analizë shumë të thellë dhe të rëndësishme të realitetit dhe të zhvillimit të shoqërisë njerëzore, dhe së bashku me idetë Weberit kanë ndikuar në formosimin e atyre që ndryshe ndiqen si studimet kritike të shkollës së Frankfurtit, të cilat sollën një studim kritik të realitetit ekzistues, duke vënë për shembull Wallersteinin në dukje, për të përmendur një, ndërvarësinë dhe shfrytëzimin që ekziston për shkak të marrëdhënieve dhe struktura ekonomike në nivel ndërkombëtar, në mbetjen e vendeve në nivelin e tyre të gjithmonë në zhvillim. Në përmbledhje mund të themi të kësaj pjese mund të themi se përdorimi i imponuar i metodologjisë dhe ndikimi i ideologjisë gjatë kësaj periudhe kanë penguar zhvillimin e një shkence të pavarur, kritike dhe të hapur. Kjo periudhë sori një izolim intelektual, mungesë dialogu ndërkombëtar dhe një shndrim të dijes në vegël të propagandistike. Vetëm pas rënies së regjimit, studiuesit shqiptar filluan të ndërtojnë një perspektivë më kritike dhe të hapur ndaj metodologjive shkencore, duke përmirësuar nivelin e kërkimit dhe duke hapur rrugën për zhvillimin e shkencave sociale të pavarura dhe kritike. Kuptohet që mungesa e këtyre metodologjive të ndryshme të cilat përdoren për studimin e realitetit ka shënuar një mungesë të vështrimit kritik dhe një përdorim më të përsëritur të metodave që nuk mundson zhvillimin e pavarur të shkencave dhe situata të mbështetura në të dhëna të sakta dhe të verifikueshme. Sigurisht që këto pasoja vëren edhe në ditët e sotme, sepse si thua shkenca është një traditë e cila zhvillohet nga gjenerata në gjenerat, duke pasuruar me elemente të ndryshme dhe kontekstualizuar studimin dhe metodën shkencore, dhe në Shqipëri, si thua, te kalimi i kësaj metode të realizmit socialist, përqafimi i qasjeve kritike më vonë konstruktiviste të tjera të cilat janë livruar edhe në Shqipëri, sigurisht ka këtë handikapin e mungesës së traditës, por që sigurisht po rekuperohet sepasi shumë studiues kanë bërë dhe studime jashtë vendit dhe i kanë sjellë në Shqipëri, duke konsoliduar departamentet e ndryshme të shkencave sociale që përmendëm pak më përpara. Inxhinierimi i mënyrës së jetesës, pjesa tjetër ku qasja merret kryesisht me kulturën si themel identitetit kolektiv dhe zhvillimit shoqëror. Kultura, siç edhe dihet, edhe sikundër antropologët mund na e shpjegojnë dhe më mirë, është një element bazë që formon identitetin e individit dhe shoqërisë, duke shërbyer si frymëzues, udhëzues dhe trashëgues që përcakton vlerat, zakonet, besimet, mënyrën e jetuarit kolektiv. Ajo është një burim i identitetit kulturor dhe i mënyrës së menduarit kolektiv, duke integruar elemente tradicionale dhe transformues në përpjekje për të përcaktuar rrugën e zhvillimit social dhe identitar. Sigurisht që kultura, sikundër edhe shumë gjëra të tjera, kishin për qëllim krijimin e një njeriu të ri sipas në ndikimin e ideologjisë marksiste. Kultura
kishte gjatë periudhës së komunizmit një funksion kyç në procesin e krijimit të njeriu të ri dhe rivlerësimit dhe revolucionarizimit të vlerave të shoqërisë. Pas prisjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik dhe lidhjes me Kinën, u zhvillua një variant shqiptare e revolucionit kinez për të mobilizuar njohuritë kulturore si mjet për shërbim të ideologjisë socialiste. Kjo përfshin rishikimin e gjithanshëm të kulturës dhe krijimin e një semiotike të re të bazuar në një kod ideologjik paralel me gjuhën dhe letërsinë që shërbente për të përcaktuar konceptet në epokën e re të komunizmit. Ndikimi i realizmit socialist solli dhe si thua zhbërjen e vlerave tradicionale. Ky proces filloi që nga viti 1949 për hir të së vërtetës, ku prodhimi kulturor shqiptar filloi të përshtatej me metodën e realizmit socialist, duke çmontuar vlera tradicionale dhe duke krijuar një kuadër të ri ku kuptimi i kulturës popullore ju nështruar logjikës ideologjike. Kjo çoi në zhvillimin e një diskursi të ri kulturor dhe social të bazuar në një kod të ri si kundër dhe e tha më parë. Në këtë kuadër studimet e shkencave sociale fokusoheshin në krijimin e një shkence kombëtare që lavdëronte veçoritë historike dhe kulturore të shqiptarëve, duke përjashtuar analiza teorike ose krahasuese. Gjë të cilën e kemi trashëguar edhe në ditët tona dhe mbase duhet ta kuptojmë se ku e ka origjinë kjo fakti që jemi të obsesuar që ne jemi të veçantë, më të në bazë të shpjegimit të gjithë të gjuhës e të tjerë, domethënë rrënjët janë më të thella, nuk janë thjesht si thua dalje të disa individëve të cilët i lindi në kokë disa ide të tilla, por i kanë rrënjën më thellë. Por jo vetëm që studimet kulturore tashmë duhet që t'i përshtateshin kësaj metode të realizmit socialist dhe ideologjisë marksiste, por studimet e kulturës popullore u instrumentalizuar. Studiuesit dhe institucionet kulturore në shkruan një proces instrumentalizimi ku kultura popullore shërbente si mjet për glorifikimin e veçorive kombëtare dhe performimin e narrativës së partisë. Kjo glorifikonte figurat heroike, zakonet që përputheshin me linjën ideologjike dhe ndalonte çdo element që mund të përfaqësonte ndikimet të huaja ose reaksionare. Këto, si thua, synonin të ndërtonin përmbajtjen e kulturës dhe popullore dhe të ndërtonin një kulturë të re të përshtatur me ide të reja. Kjo u formosua nëpërmjet luftës kundër zakoneve prapanike apo kontrollit të kulturës tradicionale, apo dhe më vonë po i bie pak më shpesh shpikjes së traditës së re, e cila shërbente si mjet për ndërtimin e identiteteve të reja kombëtare, dhe kjo përfshinte një folklorizim instrumental ku kultura popullore përdore për të promovuar ideologjinë dhe për të ndërtuar një histori të rem që i shërbente qëllimeve të pushtetit. Jo më radh të gjitha këngët edhe vallet edhe narrativat popullore u futën element socialist, të dielën u martove, të hënën në punë shkove. Kjo ishte një përshtatje e folklorit popullor sipas mides socialiste. Gjithashtu kjo kulturë shërbente për si një çështje e legitimitetit social dhe u përdoren si mjete propagandistike. Në fakt, institucionet e kërkimit shkencor gjatë periudhës kjo mbështete nga institucionet që u krijuan për këtë qëllim, se sikundër e tham dhe në fillim, gjithë transformimet në habitusin e ri socialist nuk janë vetëm si thua narrativat, por janë dhe institucionet që krijohen për të mbështetur këto ndryshime. Kështu që institucionet e kërkimit shkencor në Shqipëri u angazhuan në instrumentalizimin e studimeve për të shërbyer agjendës së partisë. Kjo përfshinte përdorimin e të dhënave të mbledhura nga eksplorimet e huaja për të analizuar. Kërkoheshin që tani nga eksplorimet e huaja të nxirreshin disa konkluzione dhe këto të krahasohen me transformimet e kulturës së re popullore për të nxjerrë avantazhet dhe mirësitë dhe progresin që sillte pikërisht kjo kulturë e re. Për të vazhduar pastaj te çështja tjetër, shtypja institucionale e fesë, ju e dini, meqense jemi një ambient shqiptar, ju të gjithë e dini se çfarë ka ndodhur që një nga 44 dhe 76, e cila shpalli Shqipërinë një shtet ateist, ku në nenin 37 të kushtetutës thuhej që shteti nuk njeh asnjë fe. Individët u detyruan të mohonin fen, të ndryshonin bindjet e tyre dhe të përqafonin mënyrën e jetës socialiste, duke adhuruar simbolet dhe
udhëheqësit e partisë si zotat e rinj sekular, ikonat fetare u zëvendësuan me imazhet dhe banderolat e udhëheqësit politik dhe rinjia u inkurajua të fillonte të flijoheshte për jetën dhe idealet komuniste. Sigurisht që kemi momente të instrumentalizimit politik të fesë dhe agentët politik luajtën një rol të pazëvendësueshëm në ndërtimin e opinionit politik, duke përcaktuar kufijtë e së imagjinueshme politike dhe të marrëdhënieve të ndërtuara mbi to. Do ndaja disa faza në këtë periudhë, është faza e propagandës dhe institucionalizimit të ateizmit, i cili filloi me shkatrimin e gjithë institucioneve fetare apo përfaqësuesve të fesë, ndalimi dhe më së fundi shkatrimi në 67 në institucioneve të fesë, legjitimiteti kushtetues, si kundër dhe lexova, dhe situatë thirrje të Enver Hoxhës, i cili kërkonte që të zhdukeshin të gjitha ndikimet e fesë si një fe reaksionale. Faktikisht, përveç këtyre gjërave të cilat ndodhin në praktikë dhe unë po i kaloj shumë shkurt pasi i keni lexuar, dëgjuar gjithandej, mund të them që diskursi shkencor ideologjik dhe propagandësimi i ateizmit mbështeteshte dhe në faktin që feja konsiderohej si e padobishme dhe antishkencore. Ajo thënia e famshme e Marksit, feja është opiumi i popullit, u bë slogan shpjegimi pse feja nuk kishte vend në shoqërinë socialiste. Studimet shqiptare përforcuan këtë këndvështrim duke pretenduar objektivitet dhe emancipimin e klasës punëtore, ndërsa në therr përçuan ideologjinë marksiste. Për ta përmbyllur, mund të themi që mund të vazhdojmë të tash tre punimet e tij për mbledhjes së shumë e vështirë. Njeriu, domethënë, revolucioni 68 dhe ideologjia e njeriu të ri përfaqëson një nga përpjekjet më intensive të regjimeve totalitare për të riformuar qenien njerëzore. Kjo ideologji nuk ishte vetëm një abstraksion teorik, por një projekt konkret i zbatuar përmes kontrollit të mendimit, sjelljes dhe ndërgjegjes. Trashëgimia e saj e kësaj përvoje kërkon analiza të vazhdueshme për të kuptuar sfidat e ndërtimit të një shoqërie të lirë dhe demokratike. Pavarësisht të rënies së regjimit në 91, ndikimi i këtij modeli ende vazhdon të ndihet. Studimet tregojnë se individët vazhdojnë të tregojnë pirje për konformizëm, mungesë iniciative dhe pasiguri përballë ndryshimeve si pasojë e socializimit të gjatë totalitar. Faleminderit.